Ne thamë që Bixhozi në Kuran përmendet në 2 ajetet kuranore ndërlidhet ose përmendet si i lidhur drejt për drejt me verën, praktikisht me alkooli, sepse këtu përmendet vera, por ideja, konotacioni është që janë të gjitha pijet alkoolike të ndryshme. Që kanë një motiv, dehjen. Që kanë një motiv, humbjen e vetdijes dhe dehjen e njerëzve. Por, sepse ka interpretime të ndryshme që thonë, sidomos ata që tentojnë t'ia lehtësojnë vetes lejimin e pijes alkoolike, thonë që në Kuran thuhet që në namaz nuk duhet të shkojë njeriu i dehur. Apo alkooli është i ndaluar rreptësisht. Kjo është pyetja. Janë 2 ajete tjera, në momentin kur Zoti i Madhrishëm ka filluar ta ndalon pirjen e alkoolit në kohën e profetit Muhammed, janë 3 faza të ndalimit. Sepse bëheshte fjalë për një shoqëri e cila nuk kishte pothuaj vlerat ishin shumë të pakta edhe fetare, po edhe kulturore. Sepse bëheshte fjalë për një popull i cili jetonte në mes të shkretirës. Janë 3 ajete të cilat e ndalojnë. Ajeti i parë thotë ka dëm dobi. Ajeti i dytë thotë më shumë dëmi se sa dobia, sigurisht. Pastaj thotë mos pijet alkooli kur jeni në namaz, dhe e treta është ndalimi i fundit.